Dragisha Milenković u soll në gjykatore me pranga në duar. Gjykimi I gardianit serb të burgut të Prishtinës dhe Lipjanit, që akuzohet për krime lufte, është drejt fundit. Në 10 seancat e mbajtura kanë dëshmuar viktima që përjetuan dhunë dhe keqtrajtim nga Milenkovići. 2 prej dëshmive mbrojtja e konsideroi si të rëndësishme duke akuzuar prokurorin se nuk I dorëzoi dokumentet për ta bërë identifikimin e të akuzuarit. Sudu predlažem Gjykata si propozoj da që takođe gjithashtu od tužilaštva zatražim nga prokuroria të kërkoj zapisnike o prepoznavanju proces verbalet për njohjen svedoka e dëshmitarit Elmi Gjulani Ilmi Gjulani I Ramadan Nishori. Dhe Ramadan Nishori. Një përgjigje për këtë pretendim të avokatit Vasić e kishte prokurori special Advet Dema. Shkresat janë dorëzuar si juve Spesi do stavljenikova, ma tako I otrani. Dhe ekziston dëshmia vërtet. I postoji dokazovo. Sa I përket Elmi Gjulanit, nuk ka verbale identifikimi. Në lidhje me këtë proces verbale, gjykata konstatoi se në fakt, mbrojtja e Milenkovićit I ka në posedim. Dragisha Milenković akuzohet se nga 24 maj 1999 e deri më 10 qershor 1999 në burgun e Lipjanit dhe të Prishtinës, në cilësinë e gardianit bashkë me persona të tjerë në mënyrë sistematike, kishin keqtrajtuar të burgosurit shqiptar duke I torturuar në mënyrë njerëzore, maltretuar dhe shkaktuar lëndime trupore. Procesi gjyqësor në shkallë të parë pritet të përfundojë shpejt. Në seancën e radhës, palët përfshirë vetë akuzuari Milenković do t'i thonë fjalët përfundimtare.